Mirëdita të nderuar shikues, kemi filluar tashmë këtë cikël emisionesh të emisionit Fletore Zyrtare. Nuk do t'jem vetëm, por do t'jem me specialisten e sigurimeve shoqërore për të ditur se për çfarë do diskutojmë, për të gjitha problematikat që kanë lidhje me pensionet, me shëndetin, apo të tjera që jeni ju ata që do na drejtoheni me problematikat dhe me pyetjet tuaja. Unë falenderoj specialisten e sigurimeve shoqërore, zonjën Afroviti Dhuci, mirë se erdhe e dashur. Dhe le të shpresojmë se do të jetë një emision i mbar tashmë për të sjellë ato që ne duam të sjellim për sa i përket problematikave të gjithë shikuesve tanë. A mund të na përmendësh disa nga temat që ne do të trajtojmë pikërisht në emisionet që do të vijojnë? Po, në këtë cikël emisionesh, vendin kryesor do ta zënë trajtimet që rrjedhin nga ligji 7703 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Por jo vetëm, do të trajtojmë ligjin 150 të vitit 2014 për pensionet e minatorëve, do të trajtojmë ligjin për suplementar për ushtarakët, do të trajtojmë pensionet suplementare shtetërore për punonjësit dhe për personat që kryejnë funksione kushtetuese. Do të trajtojmë ligjin 129 për fëmijët në përkujdesje të Republikës, do të trajtojmë ligjin për dëshmorët e atdheut, do të trajtojmë një sër ligjesh të tjera, siç janë përfitimet që rrjedhin nga ligjit 10.139 i vitit 2009 për pensione suplementare shtetërore të personave që gëzojnë tituj, e kështu me radhë. Por, kryesori që mban edhe peshën kryesore për të gjithë personat përfitues nga skema e sigurimeve shoqërore është ligji 7703, ku do ta trajtojmë posaçërisht qoftë për përfitimet për pensionet, qoftë për barlindjet, për paaftësitë e përkohshme në punë, për aksidentet e kështu me radhë. Çfarë rregullon ligji i sigurimeve shoqërore dhe nga se përbëhet ky sistem i këtyre ligjeve? Pra, ligji i sigurimeve shoqërore rregullon marrëdhëniet në fushën e sigurimeve shoqërore. Ky ligj përbëhet nga sistemi i detyrueshëm, përbëhet nga sigurimi shoqëror vullnetar, përbëhet nga sigurimi shoqëror suplementar, përbëhet nga pensionet shtetërore të posaçme, nga pensionet sociale dhe nga fondet pensionale të cilat rregullohen me një vendim të veçantë. Meqense pjesën më të madhe të përfituesve zën pensionet e pleqërisë, a mund të sqarojmë për të gjithë shikuesin tonë se kush janë kushtet për të përfituar këto pensione dhe aktualisht cilat janë kushtet për pensionin, pra për 2025-ën? Po, në këtë emision këtë do trajtojmë, ndoshta në emisionet e tjera do të kemi një emision të posaçëm për mënyrën e llogaritjes së përfitimit, por pensionet e pleqërisë u jepen personave të cilët janë të siguruar jo më pak se 15 vite gjatë gjithë karrierës së tyre dhe kur plotësojnë moshën në bazë të nenit 92 të ligjit, burrat 65 vjeç në vitin 2025 dhe gratë 61 vjeç e 10 muaj, me vjetërsinë që kanë, por si kusht minimal është periudha 15 vjeçare e sigurimit. Kushtet për të marrë një pension pleqërie në vitin 2025 për përfitueset gra janë vjetërsia 38 vite e 8 muaj, mosha 61 vjeç e 10 muaj, pra dua të theksoj që në këtë vit dalin në pension të gjitha ato gra që kanë lindur në harkun kohor 1 maj të vitit 1963 deri në 28 shkurt të vitit 1964. Dhe vjetërsia, thash, është 38 vite e 8 muaj, por edhe për ato persona të cilët nuk e kanë plotësuar
periudhën maksimale të sigurimit që parashikohet në nenin 92 të ligjit, do të klasifikohet në pensionin e pleqërisë, por me një vjetërsi më të reduktuar. Ndërsa burrat që kanë lindur në harkun kohor 1 janar i vitit 1960 deri në 31 dhjetor të vitit 1960, dalin po në këtë vit në 2025, kur kanë 38 vite e 8 muaj periudhë të përgjithshme sigurimi, dhe në rast se ato kanë më shumë, sigurisht që kjo vlen në shtesën e masës së pensionit, por edhe në rast se nuk e kanë realizuar periudhën e sigurimit, rrjedhimisht do të marrin një pension më të ulët. Por një nga llojet e pensioneve të pleqërisë, përveç pensionit që unë sapo përmenda për burrat dhe për gratë, është dhe pensioni si nën me shumë fëmijë. Po, cilat janë kushtet që një person i siguruar përfiton pensionin e reduktuar, patjetër që do ketë ndonjë ndryshim? Po, pensioni reduktuar është pjesë e pensionit të plot, merret në moshën 62 vjeç, pra 3 vjet para se një person burr plotson moshën 65 vjeç, po ashtu ky person në rast se është grua do ta marri pensionin e reduktuar 3 vjet para se mbush moshën për pension pleqërie, por me kusht që vjetërsia në momentin e bërjes së kërkesës të aplikimit në portalin i Albania të jetë 38 vite e 8 muaj në rast se ai do të aplikojë sot për një pension të reduktuar. Kushti tjetër për të marrë një pension të reduktuar është që personi të jetë tërhequr nga veprimtaria ekonomike. Pensioni reduktuar thash që është pjesë e pensionit të plot dhe merret i reduktuar gjatë gjithë kohës. Koeficienti i reduktimit për këtë pension është 0,6% për çdo muaj që personi ndërpret punën dhe del para mbushjes së moshës 65 vjeç. Dhe në rast se marrim një shembull, një person i cili del 3 vjet para, pra në moshën 62 vjeç në pension, dhe aktualisht, kur llogaritet pensioni pleqërisë i takonte të merrte një pension 30.000 lek, koeficienti reduktimit 0,6% që shumëzon 36 muaj që del para mbushjes së moshës, masën e pensionit të pleqërisë, shuma që i zbritet nga pensioni pleqërisë është 6.480 lek. Pra, ai nuk do të marri pensionin 30.000 lek, pra 300.000 lek të vjetra që i takonte në momentin që aplikon për pension, por do të marri pensionin 23.520 lek të reja, kuptohet. Po, personat që punojnë edhe pas plotësimit të moshës së pensionit, si procedohet në këtë mënyrë? Kjo ndodh në 2 momente. Një person i cili ka plotësuar moshën për të dalë në pension dhe vazhdon të punojë edhe pas plotësimit të moshës, pa ndërprer marrëdhëniet financiare, gjithë periudha pas plotësimit të moshës llogaritet si shtesë mbi pensionin e pleqërisë. Pra, kjo shtesë është e barabartë me 0,5% për çdo muaj që personi punon dhe derdh kontribute, dhe në rast se marrim një shembull, një person i cili ka një pension rreth 30.000 lek, vazhdon për 12 muaj punon dhe paguan kontribute, do të marrë një shtesë mbi pensionin e pleqërisë 1.800 lek, pra 12 muaj që shumëzon koeficientin e reduktimit. I kemi në monitor të qarta që mund të fiksojnë të gjithë shikuesit? Po, pra shtesa mbi pensionin e pleqërisë është 1.800 lek, pra për 0,5% për çdo muaj ose 6% për një vit që ka punuar mbi kushtet e plotësimit të moshës dhe të vjetërsisë përgjithshme.
Një nga llojet e përfitimit ishte pensioni si nën me shumë fëmijë dhe ky është një pension pleqërie i cili jepet kur nënat kanë lindur dhe rritur 6 fëmijë, nga ku më i vogli të jetë 8 vjeç, dhe kanë periudhë të përgjithshme sigurimi 30 vite, mosha e daljes në pension për nënat me shumë fëmijë është mosha 55 vjeç. Këto janë paka shumë trajtimet me pension pleqërie që zënë dhe pjesën dërmuese në skenë. Por ka një pjesë... Ka dhe kategoritë të tjera, sigurisht që janë... Si për shembull, ka periudha që individët nuk kanë punuar, por që këto periudha ju quhen në pensionin e tyre. Për çfarë periudha bëhet fjalë? Po janë njësër periudash, me të drejtë njësër periudash kur personat nuk kanë punuar, por me legislacionet të ndryshme, me dispozitat veçanta, njihen si periuda sigurimi për efekt llogaritjes së vjetërsisë së përgjithshme, për efekt të përfitimeve nga ligji i sigurimeve shoqërore. Qofshin këto pensione pleqërie, qofshin këto pensione invaliditeti ose pensione familjare. Unë dua të sqaroj disa nga periudhat që pavarësisht se nuk është punuar, quhen periudha sigurimi për efekt përfitimi. Me ligjin e vjetër të sigurimeve shoqërore, pra me ligjin 41/71, janë periudhat të cilat koha e kryerjes së shërbimit detyrueshëm ushtarak për përfituesit burra, pra koha 2 vjeçare ose 3 vjeçare që kanë kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak, është një periudhë që sigurohet nga shteti dhe për efekt të llogaritjeve merret si periudhë përfitimi. Po ashtu, për të gjitha ata persona të cilët qofshin burra ose gra që kanë shoqëruar në trupat diplomatik bashkëshortët ose bashkëshortet, para tetorit të vitit 1993, periudha që kanë shoqëruar bashkëshortët në trupat diplomatik, quhet periudhë sigurimi, pavarësisht se ndoshta në këto ambasada nuk kanë punuar. Po ashtu, quhet periudhë sigurimi koha ku bashkëshortja ka shoqëruar ushtarakun në kufi, pavarësisht se ajo në këtë kohë nuk ka punuar. Janë periudha të tjera, siç është vendimi i Këshillit të Ministrave 255 i vitit 1992 për periudat 2 vjeçare kur oficerët dolën në rezervë ose në lirim, u trajtua me një pagesë kalimtare 2 vjeçare. Edhe këto periudha quhen periudha pune dhe sigurimi për efekt të llogaritjes së përfitimeve të ndryshme. Periudhë tjetër që quhet periudhë pune, pavarësisht se personat nuk kanë punuar, janë periudhat e trajtimit me asistencë, sidomos asistencat e viteve 92, ku mbyllën pjesa më e madhe e ndërmarrjeve dhe shumica dërmuese e punonjësve dolën në asistencë. Edhe këto periudha janë periudha të siguruara nga buxheti i shtetit dhe për efekt të llogaritjes së përfitimeve të ndryshme merren periudha sigurimi. Gjithashtu merret periudhë sigurimi koha kur ushtaraku ka kryer studimet e shkollës së lartë, të shkollës së bashkuar, ose oficeri i policisë së brendshme për kohën që ka kryer studimet e shkollës së lartë. Quhet vjetërsi gjithashtu shkolla e lartë për përfitueset gra, nga 1 shtatori vitit 2000 deri në 31 dhjetor të vitit 32. Kjo vjetërsi quhet vetëm për efekt të llogaritjes së pensionit të pleqërisë dhe jo për përfitime të tjera. Pra këto janë njësër periudash që edhe pse nuk është punuar, buxheti i shtetit ose Ministria e Mbrojtjes, institucionet e varësisë kanë bërë sigurimet për këtë lloj kategori. Për kategoritë që s'kanë punuar, por që njihen periudha sigurimi për efekt të llogaritjes së përfitimeve. Në një farë mënyrë ne sollëm tek të gjithë shikuesi jon atë çfarë ne do të
trajtojmë ndoshta në çdo emision edhe kategoritë e veçanta për të qenë... Po, në emisionin që vjen, mendojmë që të trajtojmë llogaritjen e masës së pensionit të pleqërisë, ndoshta që është shumë e rëndësishme dhe që asnjë nuk mund... Ndoshta një person i cili zotëron kompjuterin të arrijë të llogariti vetë masën e pensionit të pleqërisë. Po, pra, se kjo është dilema më e madhe, sa do na dali pensioni, pse do li kaq, pse do li aq, dhe do jetë shumë e rëndësishme, besoj, por në emisionin e ardhshëm, si çdo të diel. Zonja Afroviti, të ndalemi tani tek disa problematika që kanë ardhur në emër të emisionit ton, por për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të dinë për sa i përket problematikave të tyre, mund të dërgojnë edhe në adresën e i Albanians, apo jo, se si mund të trajtohen, apo nuk mund të trajtohet problemi i tyre. Por ajo që është më rëndësishme për ne është që ne problemet i kemi sjell këtu për të ardhur, sepse një problem që mund tjetë i një individi, mund tjetë edhe i disa individve të tjerë dhe le të vim në ndim. Kështu, na vjen një letër nga punojësi i AKU-s Dega Rajonale Tiran, i cili thot, në librezën e punës nuk është hedhur periudha e ushtrisë, thot, e me sa di, kjo periudhë quhet vjetërsi pune. Jam interesuar të di si të veproj për të hedhur në librezën time të punës 2 vitet e ushtrisë dhe kam librezën ushtarake me të dhënat ku kam filluar ushtrin dhe kur e kam mbaruar. Si duhet të veproj dhe për të më njohur, çfarë duhet të bëj për të më njohur këto vite pune? Po, qartë, për pyetjen, janë një sër librezash pune ku në to është pasqyruar edhe periudha e ushtrisë. Po kjo varet nga personeli i kuadrove të asaj kohe që një pjesë e kanë hedhur, një pjesë jo. Fatmirësisht, personi disponon librezën ushtarake dhe nuk do t'i duhet të bëj as edhe një gjë tjetër atë periudhën e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak do ta deklaroj në kërkesën që do të bëj në portalin i Albania për përfitimin e pensionit të pleqërisë dhe janë specialistët përkatës të sigurimeve shoqërore që bëjnë korespondencën me qendrën e personel rekrutimit, ku marrin të dhëna të sakta për kohën e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak, repartin ku ka kryer shërbimin, dhe unë e thash edhe pak më parë që kjo periudhë është periudhë sigurimi pavarësisht se ka qenë duke kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Kalojmë në një problematik tjetër. Kam punuar në ndërmarrjen bujqësore Zejmen të Lezhës nga viti 1985 deri në shkrirjen e NB-s të vitit 1992. Kam përfituar një vit asistencë deri në qershor të vitit 93, sepse kam qenë likuidatore pra 8 vite, thot. Dhe më pas jam siguruar si e vetë punësuar në bujqësi nga një i pari 1994 deri në 31 i 12-2016. Jam në moshën 54 vjeç, si periudhë të përgjithshme kam 30 vite punë, cilat janë kushtet për të përfituar pension si nën me shumë fëmijë, pasi një nga fëmijët ka ndërruar jetë në moshën 14 vjeç. Është një rast që ndoshta duhet trajtuar. Kushtet që nëna duhet të përfitoj një pension si nën me shumë fëmijë është mosha 55 vjeç, zonja është në moshën 54, pra pas një viti lindet drejta që të bëj kërkesën për pension pleqërie, me qënë se ka punuar në ndërmarrje bujqësore, është edhe siguruar si e vetë punësuar në bujqësi, e ka realizuar periudhën 30 vjeçare për të përfituar pension si nën me shumë fëmijë. Por, meraku i zonjës, ndoshta dhe nga emisionet tona ka dëgjuar që fëmija ka ndruar jetë në moshën 14 vjeç dhe tashmë ajo ka 5 fëmijë. Në ligjin e sigurimeve shoqërore, pra në nenin 93, është përcaktuar që nëna që ka lindur, e rritur 6 fëmijë, nga ku më i vogli të jetë mbi 8 vjeç. Me qënë se fëmija ka ndruar jetë në moshën 14 vjeçare, nënës i takon të marrë pension si nën me shumë fëmijë, por kërkesën pranë sigurimeve shoqërore, pra në portalin i Albania për ta marrë këtë përfitim, do ta bëj pas një viti në momentin që ajo do të plotësoj moshën 55 vjeç. Kushtet e tjera i plotëson dhe do të marrë pensionin
para moshës shoqeve të saj që e marrin pensionin, le të themi 61 vjeç e 10 muaj, e 8 muaj që është aktualisht. Po. Kam pasur burri, na shkruan një shikues tjetër dhe që është me problemin përsa i përket sigurimeve shoqërore dhe pensioneve dhe thot, kam pasur burrin në Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, i cili ka humbur jetën në detyrë në moshë shumë të re, thot. Në çfarë moshe përfitoi pension familjar nga bashkëshorti dhe sa do të jetë masa e pensionit që unë do të marr? Pra, zonja ka pyetur, por nuk ka përcaktuar çfarë moshe është. Moshën për të marrë pension familjar nga bashkëshorti është mosha 55 vjeç, por janë dy momente, në rast se bashkëshorti ka ndruar jetë në krye detyrës dhe si rezultati veprimeve të dhunshme ndaj ti do të marrë një pension sa 100% i pagës muaj të fundit, ndërsa në rast se ka ndruar jetë, po duke në detyrë, por për shkaq edhe arsye shëndetësore ose arsye të tjera, ai do të marrë një pension familjar nga ligji 7703 dhe një pension suplementar që i takon nga ligji 10.142 për sigurimet shoqërore suplementare të ushtarakëve në Republikën e Shqipërisë. Masa e pensionit që do t'i takoj nga pensioni familjar është 50% të masës që do të gëzonte i ndjeri në momentin që ka ndruar jetë dhe do të marrë të gjitha rritjet që i takojnë deri në momentin që zonja do të mbushë moshën 55 vjeç. Ka një problem se nuk na e ka thënë moshën edhe prandaj është pak sa. Po, në momentin 55 vjeç ajo do të bëj kërkesën. Po kështu, edhe nga pensioni suplementar që bashkëshorti ka punuar i titulluar në Agjencinë e Inteligjencës, ai do të marrë pensionin suplementar familjar në rast se thash vdekja është për shkaqe të zakonshme. Një kërkesë ndoshta për të gjithë ata që duan të sqarohen nga specialistja jon, zonja Afroviti Dhuci, donim që të ishin më të qartë në mënyrën e komunikimit, ndoshta me datat, me moshën, që të marrin në përgjigjen e tuar, por besoj se e kanë marrë tashmë. Kam dalë në pension, thot një dëgjues dhe shikues tjetër në qershor të vitit 2023. Pensionin e kam tërhequr deri para një viti në qendra të paguese, thot. Ndërsa tani e marr pensionin në një bank të nivelit të dytë. Tani që u ktheva nga jashtë, shkova të tërhiqja pensionit dhe nga sigurimet shoqërore nuk kishte kaluar asnjë pagesë. Çfarë duhet të bëj pasi në bank ka radhë dhe jam e pamundur të pres për sqarim? Po, me të drejtë zonja ose zotëria që na ka shkruar ka qenë jashtë shtetit dhe nuk e ka tërhequr për një kohë të gjatë pensionin, dhe bazuar në marrëveshjen e Institutit të Sigurimeve Shoqërore me Postën Shqiptare ose marrëveshjet që ka bërë Instituti i Sigurimeve Shoqërore me bankat e nivelit të dytë, tërheqja e pensionit bëhet çdo muaj, por edhe në rastet personat nuk janë prezent, nëpërmjet një personi të afërm mund të autorizojnë për të tërhequr pensionin dhe për t'ja kaluar në llogarinë bankare të tij ose për t'ja dërguar në vendin ku jeton. Meraku i zonjës besoj se është, meqense pensionin e tërheq pranë bankës së nivelit të dytë, një herë në 6 muaj duhet që të deklaroj dhe t'i rinovohet pagesa në bank. Tashmë një 6 mujor kjo bëhet nëpërmjet aplikimit në portalin e-Albania dhe një 6 mujor bëhet duke u paraqitur vetë personi fizikisht në sportelet e bankës. Nuk ka problem, do të paraqitet në sportelin e bankës, do të bëjë ato deklaratën që i kërkojnë aty dhe brenda 2-3 ditëve do të gjenerohet pagesa për një vit që ajo nuk e ka tërhequr pensionin. Që kështu mos të ketë asnjë lloj problemi pasi nuk e humbet, nuk e humbet. Në qendrat paguese pensioni mund të lihet deri në 3 vjet, po kështu edhe në bank afati
i marrjes së pensionit është afati 3 vjeçar. Sepse nëse e lë më vonë, pas do marri vetëm 3 vitet e fundit. Vetëm 3 vitet e fundit, prandaj kujdes, shumë e rëndësishme është kjo. Përshëndetje, edhe ne përshëndesim, sigurisht përshëndesim edhe të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente dhe që jam të interesuar për problematikat e sigurimeve shoqërore, sepse specialistja jonë është pikërisht për këtë gjë në këtë emision live në RTS 2. Është emisioni i parë dhe ndoshta ne duhet ta përmendim her pas here që çdo të diel ne do të jemi në çdo shtëpi shqiptari për të sqaruar problematikat e tyre. Vajza ime thot një shikues ka lindur jashtë shtetit fëmijën e parë. Desha të di, a përfiton lejen e lindjes me qënë se ka qenë e siguruar 4 vite e 3 muaj në Shqipëri. Deri në muajin e 7 ka derdhur sigurimet shoqërore si mësuese e ciklit të ullët, me qënë se ka shkëputje nga puna dhe nuk është e siguruar para se të marrë lejen e paralindjes. Si do ta justifikoj, thot, këtë periudhë dhe a penalizon për të përfituar një vit lejen e lindjes? Nëse po, çfarë dokumentash duhet të dorëzoj dhe ku t'i dorëzoj këto dokumenta? Po, me qënë se ka lindjen e parë dhe ka 4 vite e 3 muaj periudhë sigurimi, kjo nuk e penalizon për të marrë lejen e lindjes. Pasi në dispozitën përkatëse është përcaktuar që personi i siguruar që ka 1 vit sigurim për çdo rast përfitimi, për çdo rast leje lindje, merr këtë lejen e lindjes, por me kush që gjatë kohës së shtatzanisë zonja të jetë 1 muaj e siguruar. Kështu që nuk përbën problem pavarësisht se do lindi në Shqipëri apo jashtë teritorit të Shqipërisë, por në kohën që do të lindi fëmijën, do të marrë të ardhurat për paaftësi të përkohshme për 35 ditëshin pasi të marrë raportet me prapaveprim në konsultorin e lagjes dhe këto do t'i dorëzoj te subjekti për të hartuar listë pagesën për ta dorëzuar në sigurime dhe brenda një afati të shkurtër kohor nga përpunimi të dhënave, do t'i kalojnë të ardhurat në një bank të nivelit të dytë ku ajo ka marrë edhe rrogën e përmuajshme. Unë quhem Raimonda, është një problematik tjetër që na vjen në adresë të emisionit tonë, e datë lindjes 1962, lindur në Durrës. Unë kam dalë në pension në vitin 31 i shtatit 2024, më janë përllogaritur 35 vite nga 42 vite në total. Sa e kam konstatuar, thot, jam ankuar në institucionin përkatës në Durrës, ku më thanë se kanë përllogaritur periudhën nga vitin 1992 deri në vitin 1998, ku kam qenë e punësuar në qendrën ekonomike të punësimit, në pozicionin punonjëse magazine. Në këtë ndërmarrje kam punuar, thot, 10 vite, pra nga vitin 1992 deri në vitin 2001. Çudia më e madhe është që kanë konfirmuar 3 vite, e ndërsa nga viti 1992 deri në vitin 1998 nuk i kanë gjetur vitet e punës. Fakti që nuk i gjenë nuk është detyrë dhe përgjegjësia ime, thot, për tu penalizuar. Unë si qytetari i kam dorëzuar librezën e punës, ku është me firmë dhe vull të ndërmarrjes kur kam punuar në këto 10 vite. Fakti që institucioni nuk është në gjendje të gjejë në arkivat e tij këtë periudhë punësimi, ku unë e kam të vërtetuar me librezat origjinale që kam dorëzuar, nuk është e drejtë që të më nxjerrin në pension të pjesëshëm. Unë jam një zonjë që kam kontribuar, thot, 42 vite pune në institucionet shtetërore dhe kam punuar me ndershmëri dhe përkushtim. Dhe do doja një sqarim nga specialistja çfarë rrugë të ndjek pasi askush nuk e merr seriozisht rastin tim. Po, besoj se rasti është i zgjidhshëm, me të drejtë ajo ka punuar 42 vite punë dhe ishte saktuar pensioni me 35 vite punë,
pa i marrë në konsiderat periudhën 92-98 që ka punuar në qendrën e punësimit në Durrës. Me qenë se pas 98-ës deri në 2001-shin, subjekti ku ka punuar zonja ka dorëzuar listë pagesat në sigurime shoqërore, kjo periudhë e më vonshme i është marrë në llogaritjen e vjetërsisë përgjithshme. Është një problem i zgjidhshëm sepse janë vitet e para që ndoshta subjektet nuk kanë dorëzuar listë pagesat në arkivat e sigurimeve shoqërore, por një person verifikues i terrenit, siç i themi ne, një inspektor që verifikon në subjektet janë të çelura dhe kanë dokumentacion, duhet të verifikojë borderot, pagat që ka marrë zonja, mbajtjen e kontributeve për periudhën 92 deri në 98. Sigurisht që pa dorëzuar listë pagesa në sigurime dhe vetëm e libres pune nuk mund të merret periudha pas janarit të vitit 1994, pasi në ligjin e sigurimeve shoqërore është përcaktuar që baza e vlerësuar pas janarit të vitit 1994 llogaritet mbi bazën e pagave të konfirmuara nga subjektet ku kanë punuar personat. Kështu që një person do të verifikoj periudhën 92-98 dhe kjo periudhë do të shtohet në vjetërsinë e përgjithshme. Por zonja duhet të bëjë kërkesë në portalin Albania për shqyrtim pensioni që të ndërmerret një veprim i tillë nga punojësit e sigurimeve shoqërore. Qartë, në vitin 2025 është një tjetër problem që ne sjellim në studion tonë në plotësoj moshën për pension. Kam punuar për gati 10 vite si llogaritare pranë Këshillit në Divjak. Me sa di unë, dokumentacioni për këtë periudhë mungon, a përfitoj nga vendimi i Këshillit të Ministrave për njohjen e viteve të punës në ish kooperativa të bujqësore për të cilat nuk disponohet vjetërsi në punë. Po, kooperativa e Divjakës përfshihet në kooperativat me dokumentacion të munguar dhe të gjithë antarët e ish kooperativave bujqësore që kanë punuar në ish kooperativën bujqësore të Divjakës do të quhet vjetërsi pune me deklarat koha nga mosha 14 vjeç e deri në momentin që doli ligji për tokën, pra në 19 korrik të vitit 1991. Kjo periudhë do të quhet vjetërsi pune. Por me sa sqaron zonja, ajo ka punuar në Këshillin e Bashkuar në Divjak. Pra, ajo nuk ka qenë punojëse e ish kooperativës bujqësore, po ka qenë një punojëse shteti. Kështu që nga ky ligji, nga ligji 169 i vitit 2020 për njohjen e viteve të punës për personat që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore me dokumentacion të djegur të dëmtuar, zonja nuk përfiton, por do të përfitoj nga ligji numër 7 i vitit 2025, i cili hiri në fuqi në 13 mars të 2025-ës. Po bëhen aktet nënligjore dhe së shpejti, me qenë se e ka pension të pasaktuar, zonja do të përfitoj pensionin e pleqërisë, do të t'i njihen edhe 10 vitet e punës që pretendon. Ja një lajm i mirë, le të shpresojmë se e kemi kënaqur. Unë që po ju shkruaj kam një shqetësim, plotësova dokumentat për pension dhe së bashku me kërkesën i dorëzova në post për sigurimet shoqërore të Kuksit. Unë kam punuar në kooperativën e Shishtavecit nga viti 1974 deri në vitin 1991, pra 17 vite punë. Periudhën tjetër, nga viti 1995 deri në 2015, e kam si i vetë punësuar në bujqësi. Në llogaritjen e pensionit, koha e punës në kooperativën bujqësore më është llogaritur me 14 vite punë. Kërkoj një informacion pse nuk më janë llogaritur vitet e plota për periudhën nga viti 1974 deri në vitin 1991 që unë kam punuar në kooperativë, thotë. Zotërisi është caktuar një pension pleqërie dhe pretendimi i tij është që në kooperativën bujqësore ka punuar 17 vite dhe jo më 14 vite,
që i është marrë në llogaritje nga punojësit e sigurimeve shoqërore. Unë dua ta sqaroj që për të gjithë ata përfitues burra që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore, viti plot për njohjen e vjetërsisë në punë për punojësit e ish kooperativave bujqësore burra është kur ata kanë realizuar 280 ditë pune ose ditë norma. Pra në rast se personi ka punuar vërtet 17 vite, por në vitet të caktuara nuk ka realizuar normat e plota, nuk ka se si të merret viti plot. Kjo është edhe arsyeja që pavarësisht viteve që janë 17, në vitet të caktuara do të ketë më pak se 280 ditë pune dhe ato llogariten me muaj, me ditë, kështu që në tërësi gjithë periudha e punës në kooperativ është 17 vite. Pa përmendur që mund të ketë një korrigjim në një vit të veçantë, por për të marrë një informacion më të detajuar, ai duhet të bëjë një kërkesë në portalin i Albania për rishqyrtim pensioni dhe aty do t'i jepet në mënyrë të detajuar masa e pensionit, data e fillimit, periudhat e punës që ka punuar dhe si janë llogaritur. Po. Një qytetare që përfiton pension të ulët familjar nga bashkëshorët e ndjerë pyet, tani që plotësoj moshën 70 vjeç, a mund të marrë pension social pasi është më i lartë se pensioni familjar që marrë në shumën 7.600 lek në muaj? Është 70 vjeçe. Po, me të drejtë zonja kërkon, pasi aktualisht masa e pensionit social është 7.910 lek, është shumë e lartë se masa e pensionit familjar që zonja gëzon, por në kushtet e pensionit social janë të tilla që e përfiton pensionin social një person i cili plotëson moshën 70 vjeç, nuk ka vjetërsi pune dhe nuk i është saktuar asnjë pension nga skema e sigurimeve shoqërore, është me banim të përhershëm të paktën 5 vitet e fundit ka momenti i aplikimit e kështu me radhë. Por fakti që zonja merr pensionin familjar nga bashkëshorti ka një të ardhur nga sigurimet shoqërore. Kjo është edhe arsyeja që ajo do të vazhdojë të mbajë pensionin familjar të bashkëshortit dhe nuk mund të marrë pensionin social pavarësisht se ka plotësuar moshën 70 vjeç. Nuk do të thotë vetëm mosha. Nuk do të thotë vetëm mosha. Jam nga Gramshi, invalid i klasit të parë si i verbërsh. Nusja ime paguhet si kujdestare. A i njihet si vjetërsi pune për pension dhe si do të llogaritet pensioni në vitin 2025 që ajo plotëson edhe moshën? Po, rastet të tilla pyetje kemi ndeshur në emisionet e radios dhe ndoshta edhe gjatë emisioneve në televizion do të kemi. Kujdestaret e të verbërve pavarësisht se paguhen nga shërbimi social shtetëror, ashtu si që marrin edhe të verbrit e grupeve të ndryshme nga paaftësia e tyre për shikim, rasti i zonjës nuk mund të quhet, pavarësisht se i ka shërbyer bashkëshortit grupit parë të verbër, nuk quhet vjetërsi pune, por e kemi theksuar dhe në dispozitat përkatëse nga marsi vitit 2009, kujdestarët e personave para dhe tetraplegjik janë ata të cilëve u quhet periudhë pune siguruar me pagë minimale, koha që janë kujdesur për këto kategori. Ndërsa për personat e verbër do të marrin vetëm pagesën, ndërsa kjo periudhë nuk quhet vjetërsi pune për efekt ligjit të sigurimeve shoqërore. Qartë. Një qytetar pyet, kam kryer një ndërhyrje në Zemërsh. Jam trajtuar me raport pa aftësie për 6 muaj. Jam 52 vjeç. Sa është periudha minimale e sigurimit për pensionin e invalidit, pyet ky qytetar, dhe çfarë dokumentacioni duhet të dorëzoj? A do të përfshihet në vjetërsinë e përgjithshme për pension invaliditeti periudha 1 vjeçare e trajtimit me asistencë?
Po, rasti zotërisë i cili ka kryer ndërhyrjen kirurgjikale, spari urojmë të shkuara, është trajtuar me 6 muaj pa aftësi të përkohshme, kërkon të bëjë dokumentat për të marrë pensionin e invaliditetit, ndoshta është akoma në kushte riaftësimi. Por këtë gjë e vendos Komisioni i Caktimit të Aftësisë për Punë, i cili është një komision që vlerëson aftësinë e personave të siguruar për të marrë qoftë pension të plot invaliditeti, qoftë një pension të pjesëshëm invaliditeti, pra në varësi të diagnozës dhe të aftësisë për punë. Për sa i përket pyetjes së qytetarit, a do të njihet periudha një vjeçare e trajtimit me pagesë? Me asistencë. Po, me asistencë. Kjo periudhë njihet periudhë pune, por llogaritet me pagën minimale. Ndërsa, për sa i përket kushteve që i duhet personit për të marrë një pension nga skema e sigurimeve shoqërore, së pari është që personi të jetë një vit i siguruar në 5 vjeçarin e fundit para sëmundshmërisë, para lindjes së sëmundjes, dhe së dyti është kushti i vjetërsisë, i cili llogaritet me qenë se personi është në moshën 52 vjeç. Formula është e tillë, mosh minus 20 që shumëzon 3/4. Pra 52 minus 20 që shumëzon 3/4, personit i duhen 24 vite për të marrë një pension invaliditeti. Por edhe në rast se nuk e ka periudhën e përgjithshme të sigurimit për 24 vite dhe ka kushtin kryesor që të jetë një vit i siguruar në 5 vjeçarin e fundit para lindjes së sëmundjes, do të trajtohet nga skema e sigurimeve shoqërore, qoftë edhe me një pension invaliditeti të reduktuar për sa i përket vjetërsisë së punës që ai do të ketë dhe ka punuar. Përveç basës së pensionit të invaliditetit, me qenë se zotëria është i ri në moshë, do të marrë edhe shtesën për fëmijët në ngarkim. Pra, shtesa për fëmijët në ngarkim për personat të cilët gëzojnë një pension invaliditeti nga skema e sigurimeve shoqërore është 0,5% për çdo fëmijë deri në 18 vjeç dhe kur fëmija vazhdon shkollën e lartë deri në moshën 25 vjeç, por me kusht që kjo mos kaloj më shumë se 30% të pensionit bazë, që është pra mos ketë më shumë se 6 fëmijë. Mos ketë më shumë se 6 fëmijë. Një punonjës i Fondacionit të Besa nga Shkodra na shkruan: në tetor të këtij viti, unë plotësoj moshën, thotë, për pension, pra është 65 vjeç, dhe kam rreth 39 vjet pune të siguruara. Dhe pyes, a mund të vazhdoj, thot, të punoj mbi moshën e pensionit, po pas daljes në pension, a ka të drejtë të ripunësohem, dhe cili është trajtimi financiar në të dyja rastet? Po qartë për pyetjen, me qenë se në tetor të 2025-ës zotëria plotëson moshën 65 vjeç, aktualisht ka 39 vite punë, i lindet drejta që në rast se do të punoj pas plotësimit të moshës 65 vjeç të marrë shtesën mbi pensionin e pleqërisë. Pra, në rast se ai nuk do të shkputës marrëdhëniet e punës në momentin që plotëson moshën 65 vjeç, gjithë periudha e punës mbi moshën 65 vjeç do të llogaritet si shtesë mbi pensionin e pleqërisë, e barabartë kjo me 0,5% për çdo muaj që do të punoj dhe do të derdhë kontribute. Në rast se zotëria në tetor të 2025-ës do të ndërpresë marrëdhëniet me subjektin, do t'i caktohet një pension pleqërie, në këtë rast do të marrë pensionin e pleqërisë dhe ka të drejtën të punoj sepse Fondacioni Besa është privat. Dhe i lejohet që të marrë edhe pensionin e pleqërisë, por edhe të marrë dhe pagën nga puna që do të kryej në subjektin ku do të vazhdoj të punoj. Pra, ajo është në dëshirën e tij të marrë shtesën mbi pension ose të marrë pensionin e pleqërisë dhe të tërheqi pagën.
por në momentin që zotëria do të shkpus marrëdhëniet me subjektin, gjithë periudha e punës që ka kontribuar mbi moshën 65 vjeç nuk do të njihet si periudhë sigurimi për efekt të llogaritjes së shtesës mbi pensionin e pleqërisë, sepse ai ka tërhequr çdo muaj pensionin e pleqërisë. Rast se do të kishte një ndërprerje të pensionit të pleqërisë, kjo periudhë do të merrej si shtesë mbi pensionin e pleqërisë. Pra, vetëm në rast se ai është punësohet sërish pas pensionit merr edhe pensionin, merr edhe rrogën në institucionin ku ai do të sigurohet njësoj si për gjithë personat e tjerë. Jam një emigrante shqiptare me banim në Firenze të Italisë e datëlindjes 11/1964. Jam diplomuar si ekonomiste në Universitetin e Tiranës. Në Shqipëri kam gjithsej 22 vite. Desha të informohem, në ç'datë unë e plotësoj moshën e daljes në pension, thot. Me këtë vjetërsi që kam, a përfitoj pension dhe sa vite mund të më duhem për të marrë pension të plot. A mund të bëj sigurim vullnetar dhe sa mund të paguaj, thot emigrantja shqiptare, për të kompensuar vjetërsinë e kontributeve për pension të plot pleqërie në Shqipëri? Dhe pyetja e fundit, a konsiderohen vjetërsi vitet e punës të shkollës, vitet e shkollës së lartë, dhe kur më të konë të dalë në pension? Do më thënë janë 4 pyetje të një pas njëshme. Do të sqarojmë të gjitha me radhë. Duke filluar nga e fundit, kur më takon të dalë në pension, me qënë se zonja është e nëntorit të 64-ës, i takon të marë pension në 2026, pra në moshën 62 vjeqe, dhe periudha e përgjithshme e sigurimit 39 vite i duhen në 2026. Me qënë se ajo nuk e ka 22 vite, ndoshta dhe 4 vitet e shkollës së lartë, pasi periudha e kryerjes së studimeve të shkollës së lartë, do të merret vjetërsi pune për efekt llogaritjes së pensionit të pleqërisë deri në dhjetor të 32-shit, edhe zonjës 4 vite do t'i shtohen si periudhë sigurimi dhe i bëhen gjithsej 26 vite punë. Por pyetja tjetër është a mund të bëj sigurim vullnetar? Me qënë se ende nuk e ka plotësuar moshën për pension pleqërie, ka kohë që periudat boshe që ka në historikun e saj të punës, ti mbuloj me kuotat e sigurimit vullnetar. Kuotat e sigurimit vullnetar aktualisht me pagën minimale prej 40, pra, sa mund të paguaj, ajo është pyetja. Ajo varet nga gjendja financiare e vetë zonjës dhe nga periudat boshe që ka pas janarit të vitit 1994, por ajo që do të shtoja është që kuota e sigurimit vullnetar me një pagë minimale që aktualisht është 20.000 lek, është 8.620 lek, e shumësuar kjo me 12 muaj, është një shumë 103.620 lek në vit, që ajo duhet të derdh për një vit pune. Pastaj, varet nga gjendja saj financiare në rast se do që të derdh më shumë periudha edhe të mbuloj më shumë periudha me sigurim vullnetar. Sa është shuma minimale, zonja Afroditi, që duhet të paguaj një person për të siguruar një muaj, pension? Për të marrë një pension pleqërie, në mënyrë vullnetare. Në mënyrë vullnetare, sa duhet të derdhi në mënyrë vullnetare? Në mënyrë vullnetare për personat që nuk kanë vjetërsi, është 15 vite për të marrë një pension kur plotson moshën nga skema e sigurimeve shoqërore. Shuma sa është? Shuma minimale? Është 8.620 lek në muaj. Po, sepse na e bëjnë shpesh pyetje. Por ajo ndryshon dhe me qënë se dhe paga minimale mund të ndryshoj, duhet që të sigurohet me kuotat aktuale, pasi sigurisht janë më të ulta se një pagë minimale që mund të ndryshoj në të ardhmen. Dhe thot, kur më takon të dalë në pension? Do më thonë ka lindur... Pra, ne filluam nga pyetja e fundit, i thamë që në 2026 i takon të marrë pension, kur të plotsoj moshën 62 vjeqe. Një zonë nga shkruan,
kërkoi kopje të dosjes tek sigurimet shoqërore për gjyshin e saj që ka ndërruar jetë pasi i nevojitet për efekt të çeljes së trashëgimisë. Si duhet të veproj dhe sa është pagesa për njerëzit të cilët kanë ndruar jetë? Po, është e thjesht, ajo do të bëjë një kërkesë në zyrën e administrimit për të marrë kopjen e dosjes që ndodhet pranë sigurimeve shoqërore. Po, sigurisht, pra është pikërisht zonja që na shkruan dhe ka probleme me sa duket me trashëgiminë e gjyshit, dhe ne do të sqarojmë patjetër, sepse është një problem që nuk haset rrallë, por janë bërë paksa të shumta këto problemet e trashëgimisë. Dhe është institucioni. Pra në arkivin qendror të sigurimeve shoqërore është administrohet dosja të ndjerit dhe me kërkesën që ajo bën në degën e administrimit mund të marrë gjithë kopjen e dosjes që i shërben asaj për bërjen e aktit të trashëgimisë të cilën duhet ta paraqes tek noteri përkatës. Shumë e qartë edhe për këtë qytetare që na ka shkruar. Një problematik tjetër vjen. Në nëntor të vitit 2023 dola në pension pleqërie. Gjatë kohës që merja pensionin u punësova në ndërmarrjen e ujësjellësit në Berat. Ku bazohen sigurimet e Beratit që më mbajnë lekët e pensionit për periudhën nëntor 2023 dhe janar 2025, thot. Pasi për këtë arsye, në Berat në muajin janar 2025, mua më nxorën debitor, thot. Po, e sqarova pak më parë, për personat që punojnë në privat, lejohet të merret pensioni i pleqërisë dhe njëkohësisht të punojnë dhe të paguajnë kontribute, ndërsa për personat të cilët marrin pensionin e pleqërisë dhe janë të punësuar në subjektet shtetërore, automatikisht duhet të deklarojnë për ndërprerjen e pensionit të pleqërisë. Pasi në nenin 57 të ligjit të sigurimeve shoqërore është përcaktuar qartë që një person i cili merr të ardhurat nga skema e sigurimeve shoqërore nuk mund të vetë punësohet ose të punësohet. Rasti i zotërisë tashmë që është konstatuar nga sigurimet shoqërore për periudhën nëntor 23 janar 25 është debitor në skemën e sigurimeve shoqërore, debi e cila do t'i mbahet në masën 50% të masës së pensionit të pleqërisë deri në shlyerjen e plotë të kësaj shume. Po, kam shoqëruar bashkëshortin, na shkruan një tjetër qytetare në ambasadën, bashkëshortin në ambasadë, nuk e cilëson ambasadën, për periudhën 1982-1986, por nuk kam punuar. A do të më njihen si vite pune kur të marr pensionin e pleqërisë? Nëse jo, a mund të bëj këtë sigurim vullnetar? Po, për vitet 82-86, me ligjin e vjetër të sigurimeve shoqërore, pra me ligjin 41-71 të vitit 1966, koha e shoqërimit bashkëshortet në trupa diplomatik njihet vjetërsi pune. Dhe pyetja saj a mund të bëj sigurimin vullnetar, ajo mund ta bëj për periudat boshe që ka nga janari vitit 1994 e në vazhdim, por për para kësaj periude nuk mundet që nuk ka skem të sigurimit vullnetar. Kështu që periuda në 82-86, pra 4 vite do t'i merren vjetërsi pune, dhe në rast se kërkon që të shtoj periudat kontributive me skemën e sigurimit vullnetar, ajo mund të derdhë, por me kush që këto kontribute t'i derdhë para se të plotësoj moshën për pension pleqërie. Se në momentin që plotësohet mosha, nuk ka lloj të drejtë. Nuk lejohet. Zonja Pranvera pyet: kam përfituar pension në Shqipëri dhe aktualisht jam në banim tek djali në Amerikë. A ka ndonjë mënyrë për të tërhequr pensionin? Nëse po, si duhet të veproj? Me sa duket e ka për ta transferuar pensionin në Amerikë, pra se nuk do që ta marri këtu. Për
Për rastin e zonjës, sqaroj që afati të rreqjes së pensionit është deri në 3 vjetë, nuk ju mbet asgjë brenda një 3 vjeçari, por në rast se ajo do të kërkoj që të rreq pensioni dhe për ta transferuar në Amerikë, mund të lërë një prokur tek një i afërm i vet dhe nëpërmjet bankës ose zyrave të transferimit të parave mundet që të bëj transferimin e pagesave nga shteti shqiptar në Amerikë. Ndërsa për rastet, jo institucion, nuk ka institucion që jo, bën. nuk ka, vetëm për rastet të cilat shteti shqiptar ka marrëveshje me shtetet e tjera, pensionet edhe transferohen pavarësisht se caktohen në shtetin shqiptar, por transferohen në shtetin gjerman, le të themi, ose në shtetet e tjera ku ka marrëveshje dhe mund të bëhen pagesat, ato mblidhen disa muaj bashkë dhe çohen dërgesa për të bërë pagesa vetëm në ato shtete ku shteti shqiptar ka marrëveshje. Do t'jenë emisionet e ardhshme që ne do ta sqarojmë më me hollësi edhe këtë problematikë, sepse me sa jam e informuar nga ju, zonja Afroditi, ka dalë edhe ligji për të plotësuar vitet. Ndoshta një nga temat do të jetë marrëveshjet e ndryshme që kanë bërë shteti shqiptar në fushën e sigurimeve shoqërore për njohjen e periudhave të ndërsjellta kontributive për shtetasit qofshin shqiptar në shtetet e tjera dhe qofshin shtetasit e huaj në shtetin shqiptar. Dhe ndalemi tek problematika e fundit, se me sa duket minutazhi i emisionit po I vjen fundi, por le të ndalemi dhe tek ky problem që unë do të them në këto çaste dhe që është e fundit. Kam kryer një ndërhyrje, thot, jam trajtuar me raport pa aftësie për 6 muaj. Jam 48 vjeç, sa është periudha minimale e sigurimit për pensionin e invaliditetit dhe çfarë dokumentacioni duhet të dorëzoj. A do të përfshihem në vjetërsinë e përgjithshme për pension, periudha 4 vjeçare e studimeve në shkollë të lartë. Unë thash pak më parë, ndoshta na ka dëgjuar që periudha e shkollës së lartë për përfituesit gra merret vetëm për efekt të llogaritjes së pensionit të pleqërisë. Për pensioni validiteti ajo nuk do të llogaritet. Do të llogaritet pensioni me vitet që ka para lindjes së sëmundjes, meqense është në moshën 68 vjeçe, asaj duhen 21 vite punë për të marrë pensionin e plot të invaliditetit dhe jo më të reduktuar. Pra, kanë qenë problematika të shumta, ato që ne kemi diskutuar në këtë emision të parë, por do të jenë një sër ciklesh emisionesh që ne do të ndalemi tek problematikat të cilat do të jenë konkrete, por njëkohësisht edhe do të sqarojmë për ligjet e reja që her pas here vendosen në fuqi. Zonja Afroditi, unë të falenderoj për këtë sqarim dhe për gjithçka që ju na sollët në studion tonë dhe padyshim do të rikujtojmë të gjithë ju të nderuar shikues të RTS-2-shit se ne do të takohemi sërish së bashku të dielën e ardhshme. Për sot, një të dielë të këndshme. Miru takofshim.